diskutimeve të mbrëmshme, vendimit një zërit të kryesisë, analizës së punës dhe përkushtimit ndër vite, kam privilegjin dhe kënaqësinë të propozoj që kandidati ynë për kryetar komune të jetë kryetari aktual i Shpërtimit të Lëvizjes. Besoj që ky bashkëpunim midis qeverisë qendrore dhe pushtetit të mirë demokratik lokal është një rrëfim suksesi për krejt Kosovën. Është vështirë me gjetë komuna të tjera ku ka një ngritje kaq të lartë të investimeve në infrastrukturë, në bujqësi, në arsim, në shëndetësi, pastaj gjithashtu edhe në ndërmarrësi. Dhe kur mësova tash se do ta kemi edhe një park bujqësor në formën e një ndërmarrje publike bujqësore, kjo është risi për mbar Kosovën dhe padyshim që kryetari Shpëtim Bolliqi është shembull edhe përtej llapit, edhe përtej kësaj kohës në të cilën ndodhemi, prandaj duhet të zgjatet kjo kohë edhe me një mandat të ri. Une kam pas përkrahjen e juj, kam pas përkrahjen e ministrave, kam pas përkrahjen e kryesisë, kam pas përkrahjen e kryetarit pikau dhe besoj që bashkarisht kemi me dalë sukses shumë. Edhe një mandat të ri, po do jeu sepse jemi forca valla. Unë besoj që do të vazhdojmë me punë të mira, me rezultate të mira, edhe ta përmbyllim sukses shumë edhe këtë mandat edhe këtë besim që po na japni si kryeministri i vendit, po edhe si anëtarësi e lëvizjes vendosur.